mbrëmën të ndëruar shikues, takohemi prapë në televizionin 21, jemi me Klik Plus, në orën kër e kemi caktuar. Me neve sonte në studio kemi mysafir ish deputet, dhe dojtë të kemi në fakt ish deputet për njërë nga mysafir nuk ardhë, të shpjegojme për këtë punë, do të mundojmë të kuptojmë se cila duhet të jetë pozita e partive politike shqiptare në rast kur do të nisin e negociatet, nëse veç nuk kanë nisur në nivellet tolta, dhe pse thuhet se ka shumë të tjera, po ende hipotetike, cilin duhet pozicioni që do të mbrojtur ata, do të flasim ish funksionarë të cilët kanë kaluar në këto periudha, në zgjedhjet e kaluara dhe dinë se si dhe cila është pozicioni që duhet mbrojtur. Neve në studio sonte kemi zotin Xhevdet Hajredinin, ndjesh ministrin nga Partia për Prosperitet Demokratik, faleminderit shumë se Hajredini, jemi bashkë sonte. Fatkeqësisht me neve nuk është pranë jush zonja Ermira Mehmeti, është dashur që të vijë, por në momentin e fundit kërkoj ndjesë, pse do më duhet të kërkoj ndjesë në emër të saj, sepse thotë që ka probleme për të cilat nuk arritur të zgjedhet të jetë me neve në studio. Në anën time të majtë, kemi zotin Abedin Zymberi, zotin Zymberi faleminderit shumë, konu një ish deputet, faleminderit shumë, dhe zotin Xhelil Bajrami, ish ministër, na kujtohet e zotin Bajrami, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Kënjarën nga Tirana, për qenë mysafirion e çmoj shumë këtë gjë. Nuk shkon pa përmendur që janë të me qytetës që tani më në këtë gardë, po bëhen shumë të lashe, kemi Aleppo, Berlini dhe Ankara dhe s'mund të kalojmë pa i përmendur ato, mendjet tona janë të gjithë neve, këto besoj, dhe se kemi interesim, sigurisht se ajo si që vandor jashtë vendit tonë, por sot në studio do hapin këtë temën dhe problemet e tona politike që kemi maqënit, cilë është optimumi dhe minimumi që duhet kërkuar për këto negociatë. Kemi një situatë paka shumë, si të njëjtë në vitin 2014, nëse mund të themi ashtu, ndoshta edhe më të favorshme për partitë politike shqiptare, do të shfrytëzohet, do ta dinë ta shfrytëzojnë, zoti Hajredini, do nisi me juve. E përmende 2014-ën, për të analizuar dhe komentuar gjendjen aktuale dhe faktin se jemi para një sfide historike, duhet pak shkurtimisht kisha dashur të një vështrim në lidhje me situatën në 2014. Fakti se Maqedonia erdhi në një krizë që rrallë vend ka për Evropën mos bisedojmë, në kushte kur sipas gjithë parametrave politike ajo nuk duheshte kurse si të zhytet në këtë krizë, për shkak se parlamenti kishte 2/3 e kuvendar, shumicën e 2/3 kishte qeveri, kishte edhe rrallë shtet ka ardhur në ato kushte që të futet në këtë krizë. Por kur fjala për dy partije e bëshin 2/3, Partia Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-ja. Është për të përmend patjetër, për ta kuptuar krizën pse erdhëm këtu, ngeli enigmë, një ndër enigmat më të mëdha, pse BDI-ja kërkoi zgjedhjet parakohshme 2014-s. Ende nuk ishin zbardh këto skandalet. Atëherë dolen me në prunë një sat absurde, të kërcënohen VMRO-s në qoftë se ju nuk e pranoni propozimin tonë për kryetar konsensual, ne do kërkojmë zgjedhje të parakohshme. Kushti i cili është absurd. Ti kërcënohesh dikujt se ti në qoftë se nuk ma plotëson dëshirën time, unë do ta plotësoj dëshirën tënde është. Kjo ka qenë një mashtrim perfid i Partisë për Bashkimi Demokratik për Integrim, sa në realitet e ushtroi e realizoi marrëveshjen e mshehet me Gruevskin me qëllim që të krijohen kushte që Ivanovi, i cili nuk kishte asnjë një sans edhe në bllokun Maqedon, të arrijë cenzusin për 40% të zgjedhjet kryetare. Për ta masku këtë gjë, ato nxorën mandej një prallë, se ne nuk e pranojmë
kryetarin. Ky mashtrim, Tani kur kthehemi pi 2014 tani këtu ku jemi sot? sot jemi në pasojat e asaj 2014-s. Pasi u kriju shumica prej 2/3-ave, asnjë pik, asnjë kërkesë e shqiptarëve, e cila kërkon 2/3 nuk u shfrytëzua në gjatë kësaj kohe. Tash vim këtu. Tash themi se neve nuk na përsëritet rastit kemi 2/3, për shkak të mozaikut krejt ndryshi që u kriju në Parlamentin e Maqedonisë dhe raportet që u afruar me deputet dy partit e mëdhaja maqedonese. 2/3 janë të pamundura, prandaj. Kërkesat tash që të gjithë ende nuk i kanë përpiluar dhe nuk i kanë shpall, se maksimale, që ato janë të parealizueshme. Po thoni ju, po e barë teknik, po thoni ju që është e pamundur që të kemi një kryeministër shqiptar që i pam sot disa media, shumë pro-qeveritare, dini dhe juve si une, që ishën folqin për scenarin e madh, kemi edhe Edi Ramën tani që ka mbledhur, po folëm hipotetikisht me titujt e mediave Maqedona, si të kuptojmë. Dhe se Edi Ramën ka mbledhur shqiptarëve sepse don bashkë me Cian që të bëj një kryeministër shqiptar në Maqedoni. Është larg menç kjo? Si opcion. Rrethonat që janë kriju tash momentalisht me këtë rezultat zgjedhor, besoj që nuk plotëson asnjë kusht për t'i zbatu ato platformat të partive politike me kërkesat e tyre të cilat i kanë plasu gjatë kampanjës zgjedhore. Është e pamundur për shkak se një numër i platformës, një pjesë e platformës e cila kërkon edhe ndryshime kushtetuese, nuk është e mundur pavarësisht me cilën pjesë bën koalicionime, nuk është e mundur me bën ato ndryshime kushtetuese për ta zbatuar atë platformë për cilën edhe kanë marrë votën e qytetarëve. Dhe është një problem i cili tash kërkon një vëmendje shumë të madhe. Edhe pjesa e koalicionimit me palën në Maqedoni tash duhet të jenë shumë të kujdesshëm për shkak se edhe duhen të jenë transparent. Mos transparenca deri tashme me unifikimin e platformave për një koalicionim i ka sjellë shqiptarët në këtë situatë që jemi sot. Gjitha koalicionimet e mëparshme, e din edhe ministri, e din se si kanë arrit marrëveshje gjithëherë me partitë politike, një grup njerëzish, 15 grupe punës, kanë realizuar disa marrëveshje mes vetit që asnjëherë nuk i ka ditë as antari ose deputeti i asaj partie që është jashtë atij rrethet ngushtë, nuk ka pas çësje se për çfarë u arrit një marrëveshje. Gjithëherë marrëveshje të mshefta për të cilët asnjëherë kërkush nuk e ka ditë dhe nuk edhe votuesi vetë i cili ka votuar nuk ka pas me dije se për cila është bërë marrëveshja që të kërkon llogari në fund mandatit. Edhe është një problem i cili deri tash kështu ka shku. Besoj që në këtë radhë e kanë mundësinë për shkak të barazimit të votës të dy palëve maqedone, shqiptarët të zgjedhin për 2 këshilleve të zgjedhin pakat më të mirën i cili është, edhe me kushzu me aq mundësi, me aq fuqi që kanë tash, edhe me fut me një qeveri e cila besoj që do të jetë një qeveri pak e përkohshme, por në atë pjesën e përkohshme është shumë e rëndësishme se e presin shumë detyra të rënda, këtë qeveri e cila shumë shpejt pastaj do të shkojnë edhe në zgjedhjet e parakohshme. Është shumë e rëndësishme se kush e merr këtë pozicionim tash, edhe cilët detyra do t'i kryjnë. Kjo pjesë do të jetë shumë e rëndësishme për çdo qeveri tashme të cilat do të vinë më tutje. Si Bajrami? Unë mendoj që qytetarët në Republikën e Maqedonisë folën shumë qartë. Politikanët kësaj radhe nuk e kaluan provimin e dëgjimit zërit të gjithë qytetarëve shqiptar, maqedonas dhe të gjithë të tjerëve. Këta ishin zgjedhje të cilët duhet t'i jepnin Republikës Maqedonisë zgjidhje për një Maqedoni europiane, për një Maqedoni të gjithë qytetarëve të barabartë, pa dallime. Mendoj që në këtë situatë që jemi sot, fitimtarët e vërtet dhe kontribuesit më të madh për ndryshimin e mentalitetit politik, për rrëzimin e miteve të krijuara padrejtësisht, për VMRO DPMN dhe Nikola Grojevskin, për Bashkimin Demokratik të zotit Ali Ahmeti, përfundimisht elektorati shqiptar i rrëzoi poshtë.
Unë mendoj që liderët politik në Republikën e Maqedonisë sot duhet të lexojnë drejt këtë mesazh që e dhanë që të gjithë qytetarët shqiptarë, edhe ata Maqedonës. Sot Republika e Maqedonisë është futur në një krizë edhe më të thellë se çka qenë më parë. Për të dalë nga kjo situatë, kjo është mendimi im personal që këtë ide kam hedhur edhe para 1 vit e gjysmë 2 viteve. Maqedonisë i duhet një kryeministër shqiptar. Është e vetmja rrugë që Maqedonia një herë për gjithmonë t'i thot lamtumir politikave nacionaliste ditore të Nikola Gruevskit dhe të zotit Ali Ahmeti. Shqiptarët në këtë zgjedhje treguan një kulturë të lartë politike, sepse ata me votën e tyre i tha një herë për gjithmonë VMRO-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Shqiptarët në këtë zgjedhje i dhanë mundësi edhe lidhjes social-demokrate për të reformuar brenda sistemit politik të lidhjes social-demokrate. Shqiptarët në Maqedoni kësaj radhe ndëshkuan në thojza edhe lëvizjen Besa edhe Aleancën për shqiptarët, sepse e ndëshkuan, sepse ndëshkimi i tyre ka qenë edhe më i rëndë. Do t'ua them pse. Kur të gjithë shqiptarët, sot kemi një rezultat shumë të çuditshëm. Kemi 10 deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kemi 10 deputet të opozitës shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim në këtë zgjedhje ka marrë 85.000 vota dhe ka 10 deputet. Opozita shqiptare e përçar, ashtu siç është, ka marrë mbi 125.000 vota dhe kemi një rezultat 10-10. Zoti Ali Ahmeti në këtë situatë që jemi sot nuk ka më të drejtën ekskluzive t'i përfaqësoj shqiptarët në bisedime dhe në qeverinë e ardhshme. Nuk e bën vetëm numrat 10 deputet që ka sot Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse ai gjithmonë ka folur për këto vlera. Përkundrazi e bën votuesit shqiptar. Unë mendoj një kryeministër shqiptar me një mandat të caktuar 1 vjeçar për zgjedhje për përgatitjen e Maqedonisë për zgjedhjet parakoshme, do ishte zgjedhja më e mirë për Republikën e Maqedonisë. Njëkohësisht, me një kryeministër shqiptar do ishim përballë 2 fenomeneve. Fenomeni i parë do ishte që lufta politike mes llojit Maqedonas do ishte edhe më e butë dhe në të kundërtën shqiptarët do të ndiheshin si një shtet, në shtetin e tyre si një element shumë i rëndësishëm. Mendoj që kjo është e vetmja zgjidhje që Maqedonia të dalë nga kjo situatë ku është futur dhe ku përgjegjësinë më të madhe pa diskutim që e kanë partitë që deri më sot 12-13 vite kanë qeverisur me Republikën e Maqedonisë. Mirë. Stjaridin, më thoni, si duhet të negociot tani pas zgjedhjeve mes taborit, se dëgjoj më një koment tjetër që nuk është që është një ekskluzivitet që duhet lënë zoti Ahmeti, po ta lëm kështu. Si duhet negocion Partia Shqiptare në 4 që janë legjitimu për kuvend? Tani do duhet, është e forma tjetër, do duhet të bashkohen votat e tyre para se të shkojnë në negociata, duhet të negociojnë secili prej tyre parcialisht me veç me parti tjera, po si? Me që ata duhet, ma përpare ju thoni partitë shqiptare dhe të gjithi shtini me një thes. Partitë shqiptare që dolen tash nga zgjedhjet e fundit, nuk kanë qenë deri tash në pushtet Besa edhe kjo. Po janë legjitimu 4 tani në kuvend. 4 në kuvend. Jo si par 2 si koalicioni, keni drejt, 2 parti shqiptare, 2 koalicioni. Jo, ne duhet të analizojmë veç e vesh një herë, ja përfaqësuesi i Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim, çka na thot sot gjë. Ju thoni se duhet bashkohen. Thot se e shoh maqedonisht zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim. Neve nuk na intereson lufta ndërmjet partive maqedone. Për shkak se asnjë nga ato nuk i përfaqëson
interesat e shqiptarëve. Për ne, Bashkia Ndërkombëtare ngel partneri i përhershëm dhe mik i shtetit, thotë zëdhënësi. Për në një shtet unik i cili 2 partitë maqedone kanë 100 deputet. E ti ke 10 zotëri. A mund t'ja shpjegosh këtij populli se si do të analizosh, si do t'i realizosh qëllimet duke injorua edhe duke në mënyrë arrogante t'i barazoj të 2 partitë maqedonase, e cila njëna nuk ka qenë pushtet që 10 vjetë. Edhe kjo parti, Bashkimi Demokratik për Ndërim, ka qenë koalicion me atë parti në kohën kur Maqedonia i ka bë hapat më serioze për drejt antarësimit në. Prej atëherë sot Maqedonia ka shku mbas. Si mbas vlerësimeve zyrtare të Komisionit Evropian, po edhe të sami, Maqedonia është i vetmi vend në Evropë sot e cila gjendet në gjendje më të keqe se para 10 vjetë. Kush e shkaktoi këtë? Edhe tash të injoroj se i përfaqëson interesat e shqiptarëve. Unë pajtohem me ish ministrin. Definitivisht, kjo paroll për 2008-ës, veçanërisht për 2011-ës, kur 2014 se kemi 153 deputet, ne jemi të vetëm të përfaqësues ekskluziv populli shqiptar, ata edhe mbas këtij rezultati nuk janë duke e pa ku e kanë gjendjen. E dyta, para se të bisedojmë edhe para se të vim të platforma se si do të jenë bisedimet, kësa herë duhet Maqedonia tash i kthehem si hinin krizë. Pa u zbërthyje dilemat, se ku e mbështeti Nikola Gruevski, arogancën e vetë ndaj shqiptarve, kategorikisht nuk është edhe ndaj faktorit ndërkombëtar. 8 vjetë qytetarëve shqiptarë Maqedoni, çdo ditë u është përsërit se ne jemi miqët tanë ndërkombëtar. Miqët tanë ndërkombëtar, ne i përkrahem ne. Miku jo ndërkombëtar, i cili me vite ishte në Maqedoni, edhe që na përkrah dhe sot e saj ditë na përkrah, Ervan Fojere, në një kongres që e mbajtën para 2 vjetëve, pyetje dhe ngeli pa përgjigje. Çka ju keni bë gjatë gjithë kësaj kohe? Në kongres, kërkush nuk quhet ti përgjigjet. Ma informuar për atë se çka është bërë në Maqedoni saj nuk ka. Peter Van Houte, i cili ishte ndërmirësues i Komisionit Evropian në bisedat për marrëveshjen e Përzhinës, eksplicite thot se BDI-ja ka qenë nën presionin e VMRO-s. Në gazetë, në intervistë. Tani ju po mi përmendni për të thënë që s'duhet negociu me VMRO-n fare, që duhet lënë anësh partitë shqiptare? Se andej pyeta. Maqedonia, e dini se me aferën e përgjimeve u zbulua se udhëheqësia komplet partijake dhe shtetërore e Maqedoni, e VMRO-s, në bashkëpunim dhe në mbështetje pare kushtet të BDI-s, u bën shoqëri kriminale. Ashtu shkruan edhe në akuzën për kryetari i VMRO-s momentalisht është i akuzuar. Para disa ditëve ai ul në bankën e miqët ta ndërkombëtar nuk del tash BDI-ja me një kontest të mprojë. Thotë se ne nuk pajtohemi me. Këtë shpjegon zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim, vetëm si zang ndërmjet 2 partive të mëdha maqedonase. Çka presim ne tash, nëse kështu vazhdojnë, nëse
nuk e shohën realitetin ata, se çka ngjan, si do prej, 1 e 2. Nuk u publikuan të gjithë përgjimet. Një pjesë tjerat janë në të Prokuroria Publike Speciale. Ata thoan deklarativisht se e përkrahin Prokurorisë Speciale. Maqedoni në raportin e fundit të Komisionit Evropian, përpara është ditë, po tash eksplicite se në Maqedoni shteti është i robëruar. Veçanërisht gjyqësia. Nuk ka në këto kushte asnjë shans që të funksionojë Prokuroria Speciale, duke pas parasysh blokadën që edhe Prokuroria e rregull. Që ti kuptoj drejt, thoni që për arsye të përgjimeve të kapjes së gjyqësorit, më por ju parafrazoj, dhe për rastet të tjera të së kaluarës, nuk duhet bërë koalicion me VMRO-n. Parimisht bazuar në gjithë ato që kemë përjetu në 10 vitëshin e fundit. Para se të Po ulemi... qa përfitot me LSDM-n atë? LSDM-ja nuk është as pak në rendite. As pak nuk, momentalisht. As nuk dhjeta do jetë. Si mbas gjithë. Po nëse mandatari parë në bënë qeverin, të jemi po shkojmë... Shkojmë me vëmëron, do të shkojmë, sa i kryetarit jep mandatin kush ka 51 deputet. Unë do të Të ndërlidhemi, të bartën këti. Du të jem pak ma konkret drejt kësaj edhe kështu në mënyrë direkte. Kështu jam edhe nga natyra që kur flas direkt edhe hapur edhe pavarësisht të asaj. E gjithë kjo që tha zotëri Edinej, që problemet që ka shkaktu qeveria. Jo vetëm ato problemet që janë institucionale, gabimet, vjedhjet, shkatrimet, gjithë shka, është edhe pjesa tjetër për raportet ndërnacionale që i ka kriju VMRO-ja historikisht që 24 vite. Definitivisht, shqiptarët njerë për gjithmonë du të largojnë nga kokat që me VMRO-n dhe njëherë futen në koalicion. Kjo është du të jetë definicion që sidomos me këtë veprimin e fundit VMRO-ja e shprazë gjitha atë arsenal nacionalist që i kishte në veti, përmes gjithë funksionarëve dhe gjitha rrugëve të regoj që me shqiptarët s'ka jetesë. Dhe tash, kushdo që parti politike kapët për të bon koalicion me ta, me arsyetymin se ja rritë marrëveshje, këtë marrëveshje, ajo është vetëm mund të jetë veç një demagogji, ose një gënjeshtër para votuesve tyre, edhe unë sinqerisht thomë, nëse bëdi edhe kësaj herë i bashkangjitet VMRO-s pavarësisht marrëveshjeve, që na kemi të qartë se çfarë marrëveshje mund të arrijë, do të jetë një varrosje e dytë për BDI-n, realisht po do të jetë edhe një dam shumë i madh për shqiptarët. Pavarësisht numrit të deputetëve, kemi të qartë se fituesi me një deputet që tjetë më tepër e ka mundësin për ta marrë mandatin, të kërku mandatin të presidenti, po nëse nuk i bashkangjitën këto parti politike, duhet të dorëzon mandatin. A te pëtëm? Shumica nëse kryohen me palën tjetër edhe arrijen marrëveshjet, edhe kur njëherë shqiptarëve nuk i ka ardhur mundësia më e fuqishme se sot ta kenë një kryeministër shqiptar atë që tha edhe ish-ministri. Për shkak se kur ti pyetsh palën maqedone të VMRO-ja, thënë, abes, nuk është problem që kryon LSDM-ja qeveri, vetëm Zaevi mos tjetë. Të njëjtën e ke edhe palës tjetër, vetëm Gruevski mos tjetë, atëherë ja shansën e keni një kryeministër shqiptar dhe kemi kuadër të fuqishëm për atë punë me kry. Edhe besoj që do të jetë një amortizator i gjitha këtine problemeve që ndodhen edhe mes marrëdhënieve ndërnacionale edhe sigurisht edhe ndërpartiake që janë mes di subjekt. Ajo deshta të thëmë se me VMRO-n duhet definitivisht shqiptar ta mbyllin mo këtë fletë. Ajo është kartë e mbyllën, të cilën askush mon nuk guxon ta keq përdor, që të futet edhe pastaj del me gënjeshtra para shqiptarëve se ja kemi arrit marrëveshje. Definitivisht marrëveshjet me ta janë shkëput, tash edhe barazimi i votave që votuesi për atë arsye thonë këtë radhë votuesi ka qenë shumë një hap apo shumë hapa para politikanëve. Me veprimet që kanë bërë dhe me votimet që kanë bërë. Do të ja kanë sjell pozicionin tash partive politike një që tjenë edhe ma të kujdes shumë të ardhmen për veprimet që i bojnë, e dyta dhe ja kanë dhonë mundësin për një qeverise të mundshme, për një ndërmjetësues me qenë, i cili mund me zgjedh tash, e ka fuqinë, nëse se zgjedh atëre lënë përshtypjen që edhe ata janë të futën me një kosh me të VMRO-s, të cilat edhe ata presin me i të kasapi, një fjalë kështu të thëmë. Falë, minister, pasi ashtu.
Këtu për të arritë kësi qëllimesh, Po, duhet ma përpara të zbardhet situata e fati i kuadrëve udhëheqjes të BDI-s. Simbas gjithë qasëve, simbas gjithë fakteve, ata të cilët janë peng e përgjime. Ata që janë në pozitë e kanë leju veten që VMRO-ja të bënë presion. po se ka thënë publikisht to asnjëri. Po se ka thënë asnjëri publikisht se është i zënë peng dikush brenda partisë për një arsye të caktuar. Keni parasysh, po më dhej. Po për çka si i bën presion? Me çka i bën Po thëmë presion? që s'është një formë me presion, po thëmë që publikisht ditë nuk është se ka thënë ndonjëri prej tyre se na ka bën presion, andaj jemi detyruar që të shkojmë me ta, sepse s'kemi ndonjë ku asgjë zyrtare në atë aspekt. Ka thënë Është një gjë të gjithë munden, me para mendu, po... Jo, e ka thënë ndërmjetësuesi evropian. Për krahët e mu, gjithë kohën, në një moment, tha e ndroj qëndrimin, edhe se VMRO-ja i bëni presion. Ka thënë zyrtarisht. E ka thënë për një subjekt, të cili s'është përgjigje, ata desha më thënë, ku që mësh? Nuk, po jo, si të përgjigje, po pse s'dol deri tash përgjigje? Këtë ka thënë Van Houten 29 prillit të këtij viti. Të këtij viti në fillim para se të largohet, Po. më kujtot. Nëse i kemi të marrën pjesë faktor të jenë në biseda individ të cilët e dinë se janë të ka inqizime për ata, ne mos presim ato të rriqen ashtu lehtë për VMRO se të dalin. Qartë, kupto. Ti Bajrami, kërku të fjalë, kërku ndjes, vordroni. Unë mendoj që gjë e mirë që i ndodhi Maqedonisë në këto zgjedhje është sepse përfundimisht ju ra maska VMRO DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Mendoj që sot shqiptarët duhet të jenë më të bashkuar se kur. Por duhet ju bëhet me qartë me dije që duhet bashkim, por në asnjë mënyrë Bashkimi Demokratik për Integrim më nuk duhet të jetë pjesë e qeverisë dhe bisedimeve për formimin e qeverisë së re. Për arsye sepse është shkaktari kryesor bashkërisht me VMRO DPMNE-n e Nikola Gruevskit. Unë mendoj që shqiptarët nuk duhet, jam dakord me deputetin edhe me ministrin që shqiptarët në asnjë mënyrë nuk duhet futen më në bisedime, në koalicion me VMRO DPMNE-n, më saktësisht me Nikola Gruevskin dhe bandën e tij. Sepse fatkeqësisht këto 12-13 vite edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe Nikola Gruevski, VMRO DPMNE e kanë shkatruar çdo institucion shtetëror në Republikën e Maqedonisë. E kanë partizuar aq shumë shoqërinë shqiptare dhe maqedonase, e kanë mbajtur peng njëri tjetrin, sepse nuk është e vërtet kjo që vetëm VMRO-ja e mban peng Bashkimin Demokratik për Integrim. Përkundrazi, e mban edhe Bashkimi Demokratik, edhe e kanë mbajtur peng njëri tjetrin, edhe e kanë ndihmuar në rastet e domosdoshme njëri tjetrin. Prandaj mendoj që aleanca e tyre e madhe mes VMRO dhe Bashkimit Demokratik për Integrim do t'i shërbente më mirë Maqedonisë në një opozit të bashkuar VMRO dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Maqedonisë sot i duhet ndryshimi i madh. Maqedonisë i duhet një qeveri e cila të jetë një qeveri në shërbim të qytetarëve. Një herë përgjithmonë duhet të jepet mundësi të gjithë këtyre që krijuan këtë krizë, sepse pyetja shtrohet, aktorët që krijuan krizën janë VMRO DPMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Te tregojnë faktet. Përmes politikave të tyre destruktive. Këtu mban përgjegjësi të madhe Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse në 2014, 2008, 2012, 2014 doli përpara shqiptarëve dhe premtoi, nëse do më jepni mandatin me retorik nacionaliste, edhe VMRO DPMNE-ja, edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Ne na kujtohet të gjithëve. Gruevski kërkonte 60 më shumë se 60 deputet, që të mos jetë peng i kërkesave të shqiptarëve. Bashkimi Demokratik për Integrim pothuajse ju përgjigj me të njëjtën monedhë. Shqiptarët e votuan, i dhanë 19 mandate.
Ali Ahmeti në ato zgjedhje premtoi një nga postet më të larta të shtetit, presidenti i shtetit, kryeministri ose kryetari i parlamentit do udhiqet nga shqiptarët. Asnjëra nga këto pika nuk u realizuan. Kjo mendoj që është burimi kryesor i gjatë gjithë kësaj qeverisje të Bashkimit Demokratik për Integrim. Por ajo që pam ne me rënjën e maskës së BDI-s dhe personalisht Ali Ahmetit, pam që shqiptarët përfaqësohen në institucionet e shtetit nga një bandë e organizuar. Dhe sot shqiptarët kanë folë qartë. Shqiptarët kanë mbështetur partitë e reja politike, vizionin e tyre të ri politik, i cili vizion për fat mirë të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë është në sinkronit plot me programin e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. Prandaj unë mendoj që duhet të jetë ky bloku që duhet të udhëheqje në Maqedoninë. Por përsëri jam i mendimit dhe duhet të jetë Maqedonisë sot i duhet kryeministër shqiptar me një mandat të caktuar dhe me detyra të caktuara për të përgatitur vendin në zgjedhjet e parakohshme pas një viti. Atëherë do jemi të bindur të gjithë se ky rezultat, i cili është sot i deformuar, këto nuk kanë qenë zgjedhjet lira dhe të ndershme në Maqedoni. Këtu janë hedhur miliona. Këtu partitë politike në pushtet kanë përdorur çdo qelisë të pushtetit për të kërcënuar votuesit, qoftë ai maqedonas, qoftë edhe ai shqiptar. Janë kërcënuar për vendet e punës, janë kërcënuar bizneset me gjoba, janë kërcënuar çdo gjë. Dhe nuk mund të flitet për një Maqedoni që synon të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, kur dhunohet vota e lirë. Këtë gjë kanë bërë sot këto. Prandaj mendoj që koha e këtyre ka ikur. Shqiptarët në Maqedoni kanë shumë nevojë për një bashkim demokratik, sepse është një aset kombëtar, është një vlerë. Por shqiptarët nuk kanë më nevojë për liderët e këtyre partive të cilët kanë marrë dhe janë në hipotek, dikush nga Maqedonasit, dikush nga shërbimet tjera. Ne duam parti politike shqiptare të shëndetshme për të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë. Unë personalisht kam koncept qytetar për Republikën e Maqedonisë. Sepse unë them, varfëria nuk njeh as shqiptar as maqedon. Ministri e di, është e barabartë për të gjithë. Nacionalizmi është një kartë e djegur në Republikën e Maqedonisë, po do thoja edhe në Ballkan. Ne duhet të aspirojmë të gjithë të bëhemi pjesë e Evropës. Nuk mund të bësh pjesë e Evropës me lider të tillë, të cilët kanë kriminalizuar çdo qelisë të shtetit. Prandaj ka ardhur koha që sot duhet të bashkuar të gjithë partitë politike shqiptare. Ali Ahmeti më nuk e ka atë forcë që e ka pasur në 153.000 vota. Ali Ahmeti sot ka 85.000 vota, duhet tulur me të gjithë partitë politike të ndërtojnë një strategji. Dhe kjo strategji nuk duhet të shifet nga maqedonasit u bashkuan shqiptarët dhe çfarë mund ndodhje nesër me Maqedoninë. Jo. Kjo duhet të jetë një tryezë rrumbullakët ku t'u hapet nga Ali Ahmeti t'i hapet dera partive të reja, Besa, Aleancës për shqiptarët, që të fillojnë bisedimet, të bëhen pjesë dhe t'i mbështese me deputetet e saj. Për arsye sepse është edhe një konsum të qeverisish mbi 12 vite, do të thotë që është një konsum shumë i madh. Sot BDI-s i duhet një 4 vjeçar ose 8 vjeçar në opozit për t'u reformuar dhe zëri kritik, mendimit ndryshe në Bashkimin Demokratik për Integrim duhet marrë rolin drejtues të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ky është mendimi im. Profesor, është dilema. Hapet më herët çat dilema juve. Është dilema se si do ja bëjnë. Pavarësisht se me cilin blok do shkojnë, si do ja bëjnë që të realizojnë gjithë ato premtime që të kemi gjuhë zyrtare, gjithandaj hapjen e kushtetutës është dilemë shumë e madhe se si do realizohet ajo pa pasur 2 të tretat e kuvendit për të hapur një temë të tillë. Po njerë duhet të jemi pragmatik. Unë nuk them se është shumë mirë të kemi ne kryeministër shqiptar. Mirë për situatën e të cilën tash e kemi raportin e fuqive, ne duhet të punojmë, është e pamund. Një qeveri që do të jetë, se nuk mundet momentalisht, mbasi kuvendi do konstituohet. Nuk mundet me njëra e kuvend pa u bë një test diçka në një lloj qeverie, që do të dështoj 100%, sa e dhe bëhen, që të shpallen zgjedhjet tjera. Zgjedhjet tjera pa tjetër
se këta dy struktura, BDI-s edhe ata mundohen si të kryojnë kushte që të shpëtojnë prej prokurorisë speciale. Ajo është e pamundur. Do duhet një marrëveshje e tretë e zgjeruar e përzimës. Po kjo nuk bëhet pa presionin edhe më të madh të faktorit ndërkombëtar. Po ja që para 2 netëve ku e mbështet, prandaj do ta përsëris. Ai tha që unë këtu në Maqedoni nuk lejoj të vinë edhe në dialog të marrën pjesë faktorët e jashtëm. Ku e ka fjalën Nikola Gruevski? Me kë ai të bëhet dialog? Ai llogarit, sipas mendimit tim, enden BDI. Kështu e tha dhe Lupçe Georgievski 2002 dhe përsëri ul dhe bisedoi. Dhe pas 10-12 viteve ka reflektuar dhe sot del një Lupçe Georgievski i reformuar dhe real. Prandaj mendoj që edhe kjo retorika e Nikola Gruevski do marrë fund. Shumë shpejt. Po ai vetë ka me qindra vepra penale. Nuk është që koha e... Pikrisht ai tenton përmes kësaj retorike që po e paraqet tash, përmes nacionalizmit që deri tash është ushqim me nacionalizëm edhe pushtetin e ka ushqim me nacionalizëm e ka mbajt deri tash, ai mendon se koha është ende ashtu siç ka menduar para 10 vitesh. Shifet shumë qartë se edhe në palën maqedone ka ndryshuar mentaliteti i popullit maqedon. Unë shoh në disa reagime që kanë pas nga VMRO-ja ose disa funksionarë të VMRO-s me disa reagime nacionaliste në për rrjetet sociale, shifen komentet e palës maqedone në krahasim me shumë vite më herët që kanë qenë shumë ofenduese ndaj shqiptarëve. Tash 90% të komenteve i ke pozitive për shqiptarët, duke akuzuar atë Maqedon për shkak të fyerjes në aspektin nacionalist. Do thot, atje po ndërtohet një diçka tjetër e re, një frymosje shumë e re, të shosh me rëndësi edhe na shqiptarët dim të notojmë në këto ujna të trubullta tash për momentet që janë. Megjithatë, VMRO tenton të mbijetoj ende me nacionalizmin duke shpik se ja po rrezikohet shteti. Nga shqiptarët një ashtu po rrezikohet shteti edhe me ofertat që i ka ofruar Zeevi. Ajo është një mbulesë që tenton të shpëton edhe pse nuk ka ma njeri që pak ka shtëmarrë me politikë edhe nuk e din që në çfarëdo oferte tjetë, në çfarëdo vije tjetë, Gruevski shumë shpejt do të përfundon, për shkak se ai vetëm është i stërngarkuar me kriminalitet dhe me veprime negative për shtetin e vet. Për momentin janë duke mbajt gjallë disa biznismen të cilët akoma ushqehen nga ai. Janë duke mbajt disa struktura administrative e funksionarë të lartë të cilët ende ushqehen nga ai. Po unë kam një bindje dhe duke njohur mentalitetin maqedon mirë, besoj që në një moment shumë të vogël, nëse Gruevski bjen komplet struktura atinve ndryshon në kokje tjetër. Edhe ajo bjen. Kisha të them diçka lidhe me atë pjesën që folëm për si duhet marrin pjesë shqiptarët në atë koalicionim ose si duhet përgatiten për një koalicionim të përbashkët. Pas vendimit të gjykatës, do të shkohet në rivotim në të ardhmë. Edhe ty është një diferencë për 307 vota të cilat duke mos përfshirë dhe Gostivarin, po është vështirë të bëni matematikat, po thonë që ka gjasa për të ndryshuar mandatet. Sa procesi negociatora përmirësohet apo si bëhet? Unë besoj që çato numra pavarësisht votimit, besoj që të shqiptarët nuk do të prek as pak. Jo, tek mandatet tek pala Maqedone. Mandatet e pala Maqedone prekin, të shqiptarët jo. Pavarësisht asaj çka ndodhet te Maqedonë, shqiptarët duhet të ulen. Deshtëm apo s'deshtëm, BDI tash e ka mandatin për t'i ulë të tjerët, sepse ka shumicën e deputetëve në krahasim me partitë tjera. E ka mandatin te pala shqiptare për t'i ofruar partitë shqiptare ulën në tavolinë edhe hajde bashkërisht bisedojmë. Ka thënë këtë studio zoti Vesel Mehmeti ka bërë. Nëse don të shpëton, nëse s'don të shpëton, e don vetë shkon, ajo është një pjesë tjetër e cila nuk do të ketë sukses, pavarësisht çfarë do vendimi sjell BDI, nëse shkon BDI vetë me LSDM ose pavarësisht me VMRO-n, do shkon zgjedhjet parakoshme. Nuk ka fuqi për të ekzistuar qeveri, nëse edhe një parti tjetër opozitare nuk e merr BDI bashkë me veti. Do thotë, është një mundësi tash BDI, jo që po kërkojmë që ajo të shpëton, po vetë krijimi i asaj qeverie me opozitën maqedone, besoj që do të mundsohet edhe prokuroria speciale të funksionon, të vazhdon funksionimin e saj, besoj që me funksionimin e saj edhe një
gjykatë speciale, pastaj do të pastrohen shumë do punë edhe të BDI, edhe të VMRO, edhe të gjithë strukturat shtetërore të cilët janë. Këtu, nëse shkohet nxjerrjet parakohshme, tash më njëherë me këto rrethona që jemi, do të jenë të kota se përsëri do të jenë zgjedhje të dhunshme, do të jenë demokratike. Duhet pastrohet një teren. Për mu pastru një teren, i duhet një qeverisë një vjeçare me një kryeministër jashtë subjekteve, dy subjektet më mëdha. Gjykatë speciale, mos harroj 80 votë është për gjykatë speciale. Për të kriju një trup të ri gjyqësor në Maqedoni, ndryshimi i kushtetutës, si do bën 80 vota nuk di. Për ata them se është një situatë shumë e komplikuar në Maqedoni, këto rrethona që janë, edhe është shumë e vështirë të paragjikosh prej tash para shifsh sende se çka do të ndodhi. Megjithatë, folmi për pjesën shqiptare e koalicionimi, se si duhet të rridhet. Zoti Bajrami keni fjalë. Nuk është e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur. Pikërisht kjo është edhe arti i politikës. Ne nuk duhet të themi që është e pamundur që të jetë kryeministër shqiptar, është shumë e mundshme, sepse në Maqedoni jetojnë mbi 40% shqiptarë. A mos që i vetmi satisfaksion që do të kemi pas disa negociatave, nuk po themi 2/3 duhen. Unë mendoj edhe këtë gjë që nuk do të arri kur VMRO DPMNE-ja të kryojë qeverinë. Për arsye se bloku politik shqiptar, sado që i përqarë që është sot, sado që gjatë fushatës kemi përdor posaçërisht partia në pushtet, duke i quajtur partitë tjera që të mos i votoni këta parti, sepse këta nuk mund të bëjnë përgjithësi, sepse janë një grup kalamajshe, ku ta di çfarë, djem të rish, që s'kajnë eksperiencë, ku ta di çfarë. E njëjta gjë, unë pres këto ditë, nuk e kam informacion, është bindja ime, unë pres që të dalë publikisht Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe t'ju ofroj këtë mesazh qytetarëve në Republikën e Maqedonisë që kryeministër në Republikën e Maqedonisë për një mandat një vjeçar të jetë shqiptar. Sepse edhe Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë e ka të pamundur të qeverisë me një pjesë të mollës kalbur, sepse mollë e kalbur në këtë bashkëqeverisje VMRO, DPMNE dhe BDI-ja është edhe BDI-ja ka pjesën e vet të përqindjes. Dhe nuk është një gjë e shëndetshme për Lidhjen Social-Demokrate. Nuk mund të funksionojë Lidhja Social-Demokrate me një qeveri, me atë platformë politike që ne e kemi lexuar, e kemi ndëgjuar që të gjithë. Nuk mund të realizojë programin e vet. Për arsye sepse do ta ketë brenda kancerin. Dhe kanceri në këtë rast është Bashkimi Demokratik për Integrim. Prandaj mendoj unë që e vetmja rrugë për Maqedoninë është një kryeministër shqiptar me një mandat të caktuar dhe me detyra të caktuara. Të cilin do të caktoj kush? 10 mandati ka BDI-ja. Kush do të caktoj? Edhe BDI-ja do të caktoj. Sepse do ta ketë pamundur BDI-ja të refuzojë një ofertë nga Lidhja Social-Demokrate. Sepse nëse BDI-ja do të luajë përsëri dhe do të bëj avokatin e Nikola Gruevskit, atëherë BDI-n e kemi pas zgjedhjeve të ardhshme do ta kemi me 0 deputet. Sepse ata nuk mund më dhe nuk kanë çfarë t'i afrojnë elektoratit shqiptar. Prandaj them që shqiptarët në këto zgjedhje i dhanë shpresë, i dhanë jetë të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë me votën që i dhanë. I radhita nga 1 deri në fund. Ranë maskat e VMRO DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim si lidera të plot fuqishëm që nuk kishin humbur asnjëri 10 palë zgjedhje, ky te maqedonasit ai tek shqiptarët. Ndëshkuan aleancën për shqiptarët dhe lëvizjen Besa, sepse i ndëshkuan për shkak se nuk u bën bashk, jo për ndonjë gjë, sepse ati i votuan. Dhe këta dy si subjekte të reja politike kanë marrë goxha vota në Republikën e Maqedonisë dhe është për të përshëndetur. Unë përsëri pres që këto të dy aleanca dhe lëvizja Besa të bashkohen. Është vetmja rrugë për të nxjerrë shqiptarët nga errësira ku e ka futur Bashkimi Demokratik për Integrim. Është vetmja zgjidhje bashkimi i Besës me zotin Sela. Dhe kjo gjë duhet bëhet për shkak interesit kombëtar. Janë që të dy liderat ri, si zoti Bilalli dhe zoti Sela, që shqiptarët duhet t'i besojnë, duhet t'i mbështesin. Ka alternativë tjera shqiptarët në këto zgjedhje. Prandaj mendoj që as që nuk duhet diskutuar kur që Bashkimi Demokratik për Integrim t'i përfaqësojë më shqiptarët në qeverisjen e ardhshme. Kjo gjë duhet marrë fund një herë për gjithmonë.
Shqiptarët kanë nevojë për BDI-n, por kanë nevojë për një BDI të reformuar dhe në opozitë. Më pas të dalën në Majdan dhe të masin forcat. Fatkeqësisht nuk I kemi përfaqësuesen e BDI Zonja Mehmeti, Nuk do kishte mbrojtur- do na kishte fol Nuk do për kishte shumë çka. mbrojtur Bashkimin Demokratik për Integrim, ti je shumë I sigurt. Nuk Do e t'ja Elmira them, Mehmeti. nuk dua të paragjikoj se si Do do ishte fliste mirë që ajo. t'ishte ndonjë besoni, përfaqësues nuk dua I të Bashkimit paragjikoj, Demokratik po për them që Integrim që të ishte paramenduar që të jemi në këtë kompozicion sepse ka përvojën e saj si deputet e fundit. Ditët e fundit ta prononsua ajo. Po dy partitë në pushtet që kanë qenë deri tash edhe e prunë shtetin në këtë gjendje, derisa nuk gjetën fuqi në brenda të bëjnë shpejt pastrim, mos pritni me këto dy garnitura të vinë marrëveshje për një qëllim fisnik për popullin, as vëmëroja, as. Janë gjendja të shkatrojnë edhe ma shumë këtë shtetë, vetëm të shpëtojnë prej burgje. Këtu s'ka as pak dilemë. Jo, nuk është që sjell dileme, dhe më është që po mundona saktësisht të kuptoj Nuk pjesën mendoj e tyre që Bashkia Ndërkombëtare ka bërë një investim të madh më shumë se 25 vite në Republikën e Maqedonisë. Nuk besoj që Bashkia Ndërkombëtare do të toleroj avanturier të modelit Gruevski dhe të modelit Ahmeti apo dikush tjetër. Po me gjithë ato kriza në botë, pse do merren me Maqedoninë? Do thot dikush. Pse të harxojnë kohë me Maqedoni kur si ndëgjojnë dhe kur kemi linçim publik të ambasadorëve? Po pse duhet të lejojnë ato që Maqedonia të udhëhiqet nga një strukturë politike kriminalizuar? Jo, unë po pyes. Jo, unë po them, sepse ne të gjithë synojmë si qytetarët të Republikës Maqedonisë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Është Bashkimi Evropian I gatshëm të pranoj një qeveri të kriminalizuar me atë që kam ndëgjuar. Shumë pak, e tha ministri. Por ne kemi jetuar këtu dhe ne kemi parë korrupsionin, krimin e organizuar, marrjen peng të institucioneve. Prandaj mendoj që A keni ndëgjuar ndonjëherë ju krerët e Bashkimit Demokratik për Integrim të kenë përmend luftën kundër korrupsionit, si fjalë. Atë korruptuar janë, zakonisht edhe mund të jenë, ata që janë pushtet. Ai opozitës nuk mund të jetë I korruptuar se nuk është I autorizuar të vendosë për paratë e popullit. Njëherë nuk e kanë përmend, a në çdo raport progres, korrupsioni është vënë në ndërpikat e parë. Pastroni me korrupsion. Ku I drejtohen ato? Nuk I drejtohen opozitës? Në kuptojmë, që ti kthehemi temës. Pavarësisht asaj, na tash po flasim në këto rrethana që jemi, me këtë rezultat që e kemi. Dhe I cili mund të ndryshoj me 25, eventualisht. Pyetimi individualisht, si do ta kishe menduar, në të gjithë jemi të mendimit se kësaj radhe BDI-u dash të shkon në opozitë. Jo pse ku e di çka, po në të shkon herë në opozitë, në të reformohet mirë, pastrohen terrenet, pastrohen disa sende, pastaj nëse e ka fuqinë në ta merr. Po në rrethana tashmit na që po flasim. Pavarësisht ne pse s'dojmë apo dojmë, është tjetër sen, po është puna se ajo është fituese 10 mandateve. Edhe është parimi që fituesi me fituesen do bëjë sikur ti ken opozita, sikur ti ken spaku të 3 partitë tjera 11 deputet spaku, atëherë mund që ta anashkalon BDI-n, të formojnë këto një blok të hinë me dënjen parti. Po, fatkeqësisht tash nuk mund të grumbullon votat për të krijuar një qeveri ndash me vëmëron, ndash me këta. Është e pamundur. Për atë arsye tash deshtëm e duhet përfshihet në cilën do qeveri. Nikola Gruevski me metoda paqësore as për pushtetit, as në burg nuk shkon. Ai kur do të vjen para pozitës për pushtetit apo për shkuar në burg, ai do shkaktoje të bloku Maqedon, patjetër shkaktoje dhe një krizë edhe më të thellë. Qose Bashkia Ndërkombëtare nuk gjen instrumente,
që Gruevski me gjithë bashkëpunëtorët e vetë, por fatkeqësisht edhe me ata që e kanë mbështet për shqiptarëve, që a i di, atë ditë Gruevski kur të shohë se mbaron pozita e tij në pushtet, apo se duhet shkuar në burg, ai do nxjerrë tjera fakte për Bashkimin Demokratik për Integrim. Për krerët. Se gabojmë kur themi se e konsiderojmë partinë, prapë se prapë ka edhe tash 85.000 votues. Por mos harrojmë, nuk janë njësoj 85.000 votuesit e partisë që është në pushtet, edhe 100 sa tha, 100 e sa mijë që nuk është në 25.000 pushtet. të opozitës. Pa më kështu llogaritën mandatet, në votat. Jo, se 85.000 janë një pjesë, nuk mund t'i fajsojmë, kanë votu jo pse e du. Po dëngeli është në punë, dëngeli pa punë, mendon se dëngeli pa punë. Unë mendoj se nuk kanë drejt, se nuk mund kur kush të venje e ata njerëz pa kur farfajti nxjerrë për punëja ashtu le. A du të vlej apo nuk du të vlej parimi i cili është vendosur që fituesi të bëj koalicion me fituesi? Ne, zoti, unë personalisht, me edhe aq sa kam mund, jo vetëm se kam dasht, po kemi bë hapa konkrete. Kemi dalë në opinion grup intelektualesh. Edhe në 2006. 2006, po e di letrën e 10 anonim, akademikëve këtë që Edhe në 2008, ai parim duhet tjetë tritash është dash tjetë. Dihet atë parim kush e prishi, në 2098, e dini edhe ministri. 2006. Jo, 98 është prish parimi i parë. 98 njëherë, mandej fitoj 14 mandate. Mandej 2006. Po. Do thotë 2 herë është prish. Po, 2 herë është prish. Por tash, ka ndru situata. Tash ne kemi, duhet shqiptarët kemi përfaqësues ato që janë ma shumë. Tash ne kemi 9, kemi që nuk janë këto 2 partitë. Por mos harrojmë edhe diçka tjetër, edhe mos tingëllojë si ironizim. E Dirama duhet të mbas Ali Ahmetit të thirrë Zaevin në Tiranë. Se thonë 70.000, nuk besoj se në 70.000, po e dyta parti që ka votu shqiptar, numër është Lidhja Social-Demokrate. Nuk ka më shumë se 25.000, nuk e kanë votuar shqiptarët. Jo, ne mund të themi se nuk është... Ne mund të themi, nuk kemi statistik për atë. Po ka edhe 25.000 nuk janë pak. Absolutisht, janë një numër shumë i madh që bën ndryshimin e madh. LSDM në këtë studio ka thënë se 72.000 votues. Nga kjo studio e kanë edhe një kualitet. 72.000 votues. E kanë thënë në eufori, besoj. Po kjo nuk është reale. As që mund të jetë asnjëherë reale. Po nuk mund të im ne tash rreth asaj. Nuk kemi ne fakte. E qartë. As 70.000, as 25.000. Por në qoftë se kanë marrë vota në vendet ku 100% janë shqiptarë. Ajo shumë duhet edhe kanë dalë fitues. Të analizohet. Ata kanë dalë fitues në Çajër, ata kanë dalë fitues në Studeniçan, ata kanë dalë fitues në Dibër, ata kanë dalë fitues në Brezë, në kufinë me Kosovë. Po mos harrojmë që Lidhja Social-Demokrate aty janë votuar edhe 2 shqiptarë. Po, më ka rëmë që edhe 2 deputet shqiptari keni. Lidhja Social-Demokrate dhe unë nuk besoj që këto shqiptarë në Maqedoni që unë i përshëndes, pse kanë votuar Lidhjen Social-Demokrate, kanë bërë një veprim shumë qytetar, sepse në radhët e Lidhjes Social-Demokrate ka edhe 2 shqiptarë, ka edhe me qindra mira shqiptarë tjerë, ka në kryesi, ka ku ta di çfarë, por shqiptarët në listat e Lidhjes Social-Demokrate kanë 2 shqiptarë. Dhe sot kemi edhe 2 shqiptarë, sepse ne fatkeqësisht nuk i llogarisëm. Ne themi që shqiptarët fituan 20 mandate, themi, por ne harrojmë që edhe Gjylem Sere Kasapi dhe Muhamet Zeqyri janë të 2 shqiptarë dhe ata jam shumë i bindur që do ta mbrojnë interesin e qytetarëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë. Unë jam dakord me tezën që fituesit nga të 2 palët të jenë arkitektët e qeverisë së ardhshme, por jo në këto kushte që është sot. Sepse sot ne e dim se si kanë votuar qytetarët shqiptarë. Mos parimi është parim me gjithatë.
është dallimi mes ato, po prandaj po pyes sa duhet të përmbahen partitë. Parimet që Unë mendoj që në këto zgjedhje nuk ka pasur dhe janë thyer. Po atëherë ishte parimi i partisë shqiptare, për shkak se nuk kishim ne votues në të partitë maqedone. Tash kemi një numër 10.000, atje i kemi. Tash do të mlidhen të gjithë shqiptarët që janë atje të konsiderohen si tërsi. Tani thoni se LSDM do të me llogaritë se partitë parë shqiptare? Jo, atje ku e ka vendin, jo të E parë. kuptoj drejt, po. Jo, ku e ka vendin, jo të parë. Në qartë. Nuk tha askush të parë. Jo, po pyes, pas qartë. Po urdhëroni. Kush thi? Ska kjo është, ajo... Po mesazhi që ja dërgojnë falë aty, po mesazhi që ne kemi një potencial të popullit tonë, pjesa më vitale në botën e jashtë. 100.000. Si ngjau, Që nuk ka asnjë deputet. si ngjau që në 2014, po edhe në 2011, kemi Zvicrën ku ka 100.000 shqiptar, ku i tërë kreu i BDI-s atje, konsiderohashte se ato me telefon, me të njoftën 6.000 i mbledhen të votojnë. Ata shkuën edhe erdhen pas një deputet në 2014. Pas një votues ndër 1.000. Tash edhe katastrofa edhe më të madhe. Tash nuk i mlodhen as 1.000, 700-800 shqiptarë në gjithë kohën. Pse njëherë nuk mendohemi ata njerëz që dikur ti e mban mend 90-ën, në rend pritshin aeroplanat në Ohër edhe në Shkup, kur u dha mundësia të votojnë për parti shqiptare, në rend pritshin bukfalisht aeroplanat, u habit bota. Pas ka njerëz që të shkojnë me aeroplan prej Amerike vetëm të votojnë. Ku jemi sot? Interesat shqiptare, integrimet në Euroatlantike. Popullin shqiptar ne kemi të integruar. Pikrisht është të problemi se u demotivun edhe grupet qarat që të votojnë, edhe të vinë të votojnë këtu ose atje, edhe njëjta gjë për shkak këtij demotivimi edhe një pjesë e madhe e shqiptarëve votuan për LSDM-n. Për shkak se 25 vite prit se kjo parti po ndryshon diçka, as pak, edhe pavarësisht unë shoh shumë njerëzit i akuzojnë këto votues si tradhtar, si nuk e di çfarë. Unë personalisht i vlerësoj. I vlerësoj për arsye se ajo pjesë e numrit të votuesve që kanë votuar LSDM-n kanë arritë që ta ulin VMRO ta sjellin në këtë pozitë. Përndryshe VMRO sot do ta ketë fuqinë më të madhe, do ta formojnë qeverinë dhe nuk do të ketë fuqi që do ta ndalë tek dikush. Çaj numër ka ndikuar që VMRO pak ta ul. E dyta, është po tham te dy deputetët shqiptar që janë brenda LSDM-s. A di çfarë kuptimi ka ajo të jenë dy deputet me një mes të një palës maqedone ku fjalori nacionalist do të shuhet. Unë nuk besoj që në Triez, ku janë dy deputet shqiptar, do të flitet për nacionalizëm ose për shkeljet të drejtave të shqiptarëve. Ajo është një diçka shumë me vlerë, është një kontribut jashtëzakonisht i madh. Pavarësisht se njerëzit nga jashtë shohin ndryshe, unë mendoj që është një kontribut i jashtëzakonshëm, edhe e dyta, për një herë e shihni vetë të gjithë se në pjesën tjetër ka ndryshuar ai fjalori nacionalist, ajo sjellja nacionaliste, paraqitja e tyre çdo gjë që kanë kanë qenë në gjendje dhe të futën në zjarr vetëm shqiptarët mos kanë drejta. Sot është ndryshe. Sot kërkohet një opcion qytetar me të cilin të gjithë tentojnë ta shohin veten të barabartë. Edhe na duhet spaku këtë opcion ta shfrytëzojmë. Për të arritur te rruga atje ku kemi qenë, unë besoj që më herët shumë më afër kemi qenë se sa sot jemi. Sot jemi në një pozitë shumë të vështirë. Sot nuk di mund ta shohin ata të cilët kanë pozicione sot për sot në qeveri, thonë se jemi shumë mirë. Kemi kushtet mirë, BDI ka punu, kjo parti ka punu. Duhet të shtrohet pyetja qytetarët se si ndjehen, ata të pyeten. Dhe vazhdimisht e shohin në gjitha emisionet debative, funksionarët e partive caktuara flasin se ja kemi bën këtë, kemi arrit. Të flasin për arritjet personale. Nuk flasin për arritjet në tërësinë popullat. Sot kemi njerëz këto çvendoset që po ndodhin. Sot kemi djem në burg, pavarësisht na këtu shumë lehtë kemi të bisedojmë. Edhe të bisedojmë ata të pi çaj të shtëpia ose funksionarët e partive në për restorane të hangër darka dreka.
Ti pyesim ata njerëz cilët janë nëpër burgje, që presin si të hapur i kanë tërë kohën na presin do një zgjidhje prej politikanëve mos po ndodh që s'paku dalin nga burgu. Njerëzit për burgje se nuk merret, nuk kipen lejet për mediave ty të pyeten njerëz në burgje. Saçërisht jo në Maqedoni. Duhet të flasim më përpara rreth numrit Unë kam deputetëve. obligim të flas edhe për ata, pavarësisht se keni të Rreth ndaluar, numrit deputetëve se shumë më përdor është me dhimbshme. paraqitjen e partive të vogla, ra numri i deputetëve shqiptar. A kështu e thani ju? Jo, unë bëdia. Apo doni me elaboru, në rregull, se mendohet ose edhe këtu ke shtu pyetash. Jo, nuk thomu. A ka një avantazh, a disavantazh, pse përfshitash dhe partitë? Jo, shumë mirë që çka patëm numri i deputetëve. Ai patëm tash 19. A keni pa përveç 3 vetëve në parlament, një deputet i BD-s të merr fjalë? 3. Shefi i grupit parlamentar edhe një 2 tjerë. As nuk i njeh njëri. As nuk i njeh njeri. Askush nuk i njeh, pjesën më të madhe ka deputetëve pas shqiptar. Po kështu le të kemi edhe 30 nuk duhen. Po e kuptoj. Ajo e pru këtë situatë tash. Kush e ka fajnë qera numri deputetëve? Po e pa populli se s'ka rëndësi, kush ka, çka merr urdhën e të ngrenë e gishtin kështu, grish. Pyesim kështu, cila është përparësia, ose, ta themi, përparësi ose disavantazhe që sollën partitë e reja në etrin, në skenën politike në Maqedoni. Partitë e reja shqiptare, kam fjalën gjithmonë. Sollën shumë, jo pak. Paraqitja e tyre pa marrë parasysh se mund të ishte edhe ndryshe, mund që edhe të ishin të bashkuar, të kishin më tepër. Mirë, po definitivisht dikush të lavdërohet për herë se i përfaqëson të gjithë shqiptarët, unë do të evokoj një kujtim, një kohë deri në 93-shin, deri në 94-ën, partia për prosperitet ishte e vetme. Si përfaqësuese. Mirë, po kur u paraqit asaj teme mos e him se e dim si ka qenë. Herë tjetër është, po. E dim si ka qenë. Kur u paraqit PDSH-ja, fillon ministrat Maqedon thot, po ne ne si e kishim vëmëron, që edhe ju tash fitut një vëmëron në atë kohë, po si. Ata të nëzitën atë punë e banë, duhet të ketë 2 parti, 3 parti shqiptare. Mira ma, kështu 2 parti të cilat i ka menaxhuar Sasho Mjalkovi nuk na dohen. Nga përgjimet ne atë pa. Nuk na duhet asnjë. Unë mendoj personalisht që një kontribut nuk duhet mohuar asnjëherë, por një kontribut të jashtëzakonshëm 2 partive politike të vjetra shqiptare, e cila fatmirësisht më po del jashtë skenës politike shqiptare, siç është Partia Demokratike Shqiptare, dhe kalimin në opozit të Bashkimit Demokratik për Integrim, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në kohën e mëparshme në themelimin e Universitetit Shtetëror të Tetovës. Unë e kam ditë që këtë tempull i diturisë, me këto 22 vite, sepse para ca ditëve pati dhe 22 vjetorin. Sakt. Do të shkolloj djem dhe vajza të reja, të cilët nuk do mund të durojnë më mashtruesit politik. Dhe kjo vlerë e madhe, kjo investimi madh i të gjithë mërgjimtarëve tanë, baballarëve, që kanë investuar në gjeneratën e re, e dha rezultatin në zgjedhjet parlamentare të vitit 2016 tani. A të gjitha ata djem të ri që u bashkuan lëvizjes Besa dhe koalicionit saj me RDK-n e tjerë, të gjithë ta djem dhe vajza të reja që u bashkuan aleancës për shqiptarët, e sollën këtë ndryshim të madh në skenën politike në Republikën e Maqedonisë. Shqiptarët po e potencoj me forcë, edhe me argumente e kanë te. Në këto zgjedhje bën ndryshimin e madh. Shkruajtën histori. Nuk ka ndalë të humbur, ka ndalë fitimtar. Nuk është sot dhe nuk e bën politikën që t'jap zgjidhje problemeve numri i deputetëve, por cilësia e deputetëve. Ne
në parlamentin... Megjithatë numrat janë të rëndësishëm, parlament Do ta them sepse po flas për një gjë, po flas vetëm për shqiptarët në këtë rast. Unë e di që në politikë ka një shumë rëndësi numrat, por edhe cilësia duhet të jetë në vend të parë. Padyshim, nuk e mohoj. Ne nuk mund të flasim për numra, i përmendëm, unë kam takuar këto kohë sepse në përgjithësi politika shqiptare në Maqedoni vin në Shqipëri kur ka ndeshje futbolli më shumë. Atje i ke me ministra, me deputete, me kryetar degëshe, nën degëshe, ku ta di çfarë vin atje vë një duan sportin, e duan sportin e duan jashtëzakonisht e duan shumë dhe janë të gjithë në tribunën VIP të gjithë në tribunën VIP. Edhe atëre tregojnë patriotizmin edhe prezantohem, unë jam deputet. Çfarë përfaqëson ti? Çfarë mbron ti? Çfarë ke bërë për kombin tënd? Cili është projekti jot? Ky grup parlamentar që kishim 20 e ca deputet, 19 kish Bashkimi Demokratik për Integrim. Gjatë gjithë kësaj periudhe kemi parë që BDI-ja të prodhoi politik. Një parti politike që nuk prodhon është si një fabrik, profesori e njeh shumë mirë. Fabrikat që nuk prodhojnë falimentojnë. Çfarë ka prodhuar gjatë gjithë kësaj periudhe Bashkimi Demokratik për Integrim? Asnjë gjë. Vetëm teori mashtruese ndaj shqiptarëve. Mi jepni votat, do bëni pjesë e NATO-s. Mi jepni votat, do bëni pjesë e Bashkimit Evropian. Mi jepni votat, do ta legalizoj gjuhën shqipe. Mi jepni votat, do ta zgjidh statusin e ish kushtarëve të UÇK-s. Çfarë ka bërë për këto? Nuk ka bërë asgjë. Shqiptarët e ndëshkuan. Shqiptarët i dhanë 125.000 vota minus. Dhe këto vota Ali Ahmeti diti lexoi. Ne pam natën e zgjedhjeve në ora 23 në konferencën për shtyp. Ai doli dhe tha: shqiptarët humbën, Bashkimi Demokratik fitoi. Po të marrësh ta lexosh ti bësh një skaner. Atëri bie po. Çfarë votash ke mbrojtur ti? Çfarë interesi ke mbrojtur ti? Kush është shkaktari i madh për humbjen e këtyre votave? E këtij numrit deputetëve në Parlamentin e Republikës Maqedonisë. Pa diskutim që përgjegjësinë e ke ti. Sepse ti bashk me opozitën atëhershme shqiptare, me PDSH-n, me zotin Thaçi, ke bërë një betejë politike për jetë a vdekje, për ta eliminuar njëri tjetrin edhe fizikisht. Dhe gjithë kjo energji negative e konsumuar padrejtësisht është bërë në dëm të shqiptarëve. Dhe unë jam Tani, nëse thoni kështu marrë parasysh të kaluam në historinë, një më mirë se unë. Kemë pasur parti të reja që kanë dalë në skenën politike, nuk kanë arritur rezultatet që të përfshihen në kuvend. Dhe mandej, po tani kemi parti të reja që kanë rezultate, edhe të shumë të mira, dhe që janë 4 tani më në kuvend, jo vetëm 2, dhe tani du të presim që do ketë politike cilën vetë do e bëjmë politikën dhe do ndryshojmë politikë këto. Unë mendoj që në Katër këto edhe një grupacion tjetër shqiptar që janë në SDSM. Në LSDM, po e qartë, e qartë. 4 këto edhe ai grupacion kërkon Edhe 2 deputet respekt. që në ndje. Po. Unë mendoj që çdo gjë në kohën e duhur. Përgjimet zbuluan një të vërtet shumë të madhe. Deri para zbulimeve të përgjimeve, ekskluzivitetin për të vërtetën dhe patriotizmin në Republikën e Maqedonisë, më falë, se më shumësor Shqipëri, e kishte vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim. Ajo kishte të drejtën ekskluzive. Shqiptarëve në Maqedoni i doli pronari, dhe pronari ishte Bashkimi Demokratik për Integrim, kur është në qeverisje, dhe pronari në opozit, lideri i përhershëm i opozitës, ishte Partia Demokratike Shqiptare. Këto i ndajtën pronat me njëri tjetrin. Por përgjimet treguan një të vërtet shumë të madhe. Kjo ishte arsyeja, dallimi mes atyre partive politike që ishin para daljes në publik të aferave, të skandaleve të mëdha. Të veprave penale. Ligji për prokurorin speciale titullin i adin. Nuk thot veprat eventuale, po penale, apo të mundshme. Ligji i cili do të hetoj, unë nuk e din gjuhën shqipe që i goni, jo që i strashi. Do i ndjek. Veprat penale. Tash është qaj problem këtu të ne. Pengohet si mos funksionoj prokuroria speciale që të shpëtojnë barkësit e veprave penale që duken. Ata si u pajtë,
që aty mbrini bashkia ndërkombëtare shumë, edhe unë nuk besoj se do ta lënë pa efekte për prokurorisë speciale, që editorit nënshkruajnë vetë ata të cilët Kapitullimin e tyre politik. kapitulimin ose Absolutisht. vetë shkojnë edhe të paraqiten atje të Prandaj mendoj që shkaktarët që e bën krizën nuk mund t'i japin zgjidhje krizës. krizës. Po. Kjo është një formulë, një definicion i ditur. E bardha, e bardhë, e zeza, e zezë. Partitë që kanë qeverisur për 12-13 vite Republikën e Maqedonisë, fatkeqësisht në dosjen e tyre kanë shkruar vetëm me stilolaps të zi dhe nuk mund të jenë e ardhmja e Republikës së Maqedonisë. Unë pres që Zajevi të dalë në publik sa më shpejt, t'i ofroj shqiptarëve t'ia zgjas dorën e bashkëpunimit, sepse në grupin e vet parlamentar ka shqiptarë. Shqiptarët kanë votuar më shumë se 25.000 vota për lidhjen social-demokrate dhe ai këtë të drejtë e ka. Është koha historike që shqiptarët në Republikën e Maqedonisë ta kenë kryeministrin e shtetit dhe ky kryeministër të ketë detyra të qarta për ta çuar Republikën e Maqedonisë në zgjedhje të parakoshme me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar dhe një herë për gjithmonë në Maqedoni të bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme, pa presion paraje. Mos blihet qytetari në Republikën e Maqedonisë për 10 euro, për 20 euro. Kjo praktik duhet marrë fund. Përkundrazi, partitë politike në Republikën e Maqedonisë, si ato shqiptare, sepse i kam lexuar të gjithë platformat e tyre politike, duhet jenë reale. Duhet t'i shikojnë, ka ardhur koha që shqiptarët duhet t'i shikojnë në sy. Ne e dim të gjithë çfarë është sot e domosdoshme për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Për mua është vetëm mirëqenia ekonomike. Nëse një kom, nëse një qytetar ka të rregulluar statusin e mirëqenies ekonomike, që kur të shkojnë në darkë në shtëpi, të ketë në tryezën e vet për fëmijët, më pas duhet të mendohen probleme të tjera. Ne kemi probleme pafund në Republikën e Maqedonisë. Zajevi nuk mund t'i zgjidhë të gjëra brenda natë. Se besoj asun që mund gjithë Por, të për faktën të shikohet si dhe të ofrohet zgjedhje reale. Pak për Kthehem te pika për të cilën parashtrove Kjo një fjalë tani ju kalu. partitë opozitare që thatë se sa kanë bën punën e tyre në këto zgjedhje. Unë besoj se gjithmonë duhet këtë sa më shumë parti. Pavarësisht dikush gjykon se duhet vetëm 2 parti të jenë, kaq aq, sa më shumë parti të ketë është më mirë. Fatkeqësia më e madhe është tani se atë formulën e bashkëpunimit nuk mund të arrijmë ta gjejmë diku. Shohim te bloku Maqedoni ke 2 bloqe, ai ke nga 20 e kusur parti. Të një në 20, të tjetra 30, ke si po mund ato të bashkëpunojnë, ne nuk mund të bashkëpunojmë. Kur ekzistojnë shumë parti politike, me një blok atëherë konkurenca është pak më e fuqishme, kontrolli mes njëri tjetrit është pak më i fuqishëm, nuk do të ketë mundësinë fuqinë ekskluzive një lider pastaj të banë manipulime dhe marrëveshje të cilat na kanë sjell edhe sot e kësaj deri në këtë situatë. Deri tash atë që përmendëm parti opozitare nuk ka pas. Ka pas, po i ka luftu qetra parti e cila është llogarit opozitare, realisht indirekt ka qenë pjesë e qeverisë PDSH-ja, e cila gjithë fuqinë e saj çdo herë në çdo zgjedhje ka koncentruar te partitë e vogla opozitare shqiptare. Asnjëherë nuk e ka kthy do të luftën kundër qeverisë. Dhe gjithherë deri tash ka arriti eliminon ato partitë që janë paraqitur si konkurrente. Edhe gjithë pargjen dëgjojmë si ka arrit. Kësaj radhe, kjo fuqi, fatmirësisht që spaku aq sa kishin fuqi që ato partitë vogla arritën të bëhen bashkë me disa koalicionime të vogla, edhe arritën ta mposhtin këtë parti e cila dikur ja bajke me dorë partive tjera. Dhe besoj që me largimin e PDSH-s do të fillon një frymë krejtësisht e re. Dhe është e lejueshme demokratike që gjeneratat që vinë, ata duke ditë këtë politikë të BDI-s, PDSH-s të kaluar, që nuk mund të gëlltisin ata këtë politikë. Ata vinë me një frymë krejt të re, me një arsimim krejt ndryshe, dhe ato fillojnë të krijojnë subjekte të reja, cilët do të frimosin ndryshe, dhe tash na nuk guxojmë të jemi kundër asaj. Është antidemokratik. Të jepet rasti gjithkujt dhe është e mira që duhet tulen.
tulen për një platformë përbashkët, një grup, edhe dalin zgjedhje. Përçarja po na sjell dam në këtë drejtim për shkak se normal jemi me një palë tjetër, cilën lufta jonë duhet të ballafaqohemi me një palë krejtësisht tjetër, a kupton? Edhe BDI-ta në kohën akuzonte opozitën se ja, këto kanë me ra, kanë me humbë kaq deputet dhe nuk duhet të ekzistojnë këto parti, duhet të ekzistojnë vetëm ata sikur në kohën e komunizmit. Të kenë vetëm Ka dyja, mbaruar ajo kohë. unë t'jem njeni. Po, por popullata tregoi se tash është e pjekur. Besoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jetë edhe më e pjekur, po shqiptarëve i mungon edhe një ligj zgjedhor i cili duhet sjellet për t'ja çu votën amanetin e votuesit atij ku don vet. Tash me këtë ligj zgjedhor, me këto zona zgjedhore, shohim se po humbim shumë votues, humbim shumë vota. Nuk po na mundsohet që na ta votojmë atë person për cilin vlerësojmë se është më i afti, më i dijshëm, më i moralshëm, më i gjithçka. Tash ti çet në radhitje të parin deshte dush ta votosh ata. Do thotë, edhe ky sistem i votimit duhet ndryshon për të grumbulluar vota e shqiptarit me një vend edhe për të dhënë mundësi partive politike të vrapojnë pas njerëzve që kanë vlera. Sepse në atë mënyrë, nëse votohet me lista të hapura, partitë do të jenë të obligueshme të vrapojnë pas njerëzve që kanë vlera, për të mund me thith votën e qytetarit. Përndryshe, në këto mënyra tash, bile shpesh e përdorin edhe një gomar, një parti e fuqishme edhe një gomar me ta udhë kandidat, po votohet edhe shkon. Për shkak fuqisë politike, fuqisë partisë politike. Jemi në 5 minuta të fundit. Jemi në 5 minuta të fundit, dua vetëm të marr një opinion për juve. Kryeministri. Po vetëm pikërisht pa të mlidhet. Po unë desh. Cilat janë 3 kërkesat që mund të realizojnë shqiptarët pavarësisht se me cilin partner do shkojnë. E thatë se me cilin s'bën dhe me cilin bën. Por cilat janë 3 kërkesat, nëse mund të ma përmjellët për 1 minutë, që shqiptarët mund të realizojnë nëse hynë të bashkuar në qeveri ose nëse hynë të ndarë. Që i bjen? Një parti ose një blok partish të cilat i kanë kërkesat e caktuara. Se nisma për një takim mes kryetarëve, po themi, Zoti Ahmeti që t'i ftoj të tjerë dhe të merren vesh a mund bët, u bë edhe nga kjo studio. Tani, nuk është argument që kemi edhe faktorin ndërkombëtar që po kërkon një gjë të tillë, në gjithmonë suazet asaj që nuk është zyrtarisht, por ka gjasa për një takim të tillë. Tash për tash, i vetmja kërkesë e partive shqiptare, nëse janë që të mundsohet të funksionojë prokuroria speciale. Se deri atëherë, Këngjes. nëse ajo funksionon, atëherë shpejt do krijohet krejtësisht klim tjetër. Atëherë atë që partitë nuk e bën vetë partia në pushtet, e bën prokuroria speciale, atëherë bën reforma në partinë BDI. Përndryshe, derisa ai institucion juridik nuk funksionon, nuk duhet prit as kryeministër për shkak se edhe opozita, sado që tash deklarohet, nuk është në gjendje në këtë raport ndërmjet VMRO se ajo ashtu lehtë të pranohet që të kryeministria. Ajo mund të thotë s'ka mund kur gjë kundër, po 50 apo 51 mund t'i ketë prapë, plus një popullat që me ide fashiste. Sa atë pret ajo, ju e shihni çka bën VMRO-ja kundër Zaevit, për shkak se atje kanë votuar shqiptarët për. Ai ka fitu për shkak se për atë ka. A indirekt edhe ata i kanë marrë 5 deputet. Kanë votuar shqiptarë. Kjo nuk mos humbim shumë kohë se nuk është lehtë një e dyta, mos mendojmë se nëse edhe bëhet kryeministri shqiptar. Përveç peshës specifike, simbolike, hajpap një njeri në krye nuk mund të funksionojnë nëse ka një parlament të tillë, se ne kemi qenë në funksion. Bësh ministër i financave, por nuk je ministër i financave shqiptarëve. I krejt Maqedonisë. Je i krejt Maqedonisë ministër në botë ku shkosh. Por ne patëm tash rastin, 1 miliard euro na i mor Gruevski, edhe paret e shqiptarëve, edhe na i derdhi ku e shohëm para syve ne. Mish. Do e kaloj se po na se minuta të kemi edhe 3 minuta. Urdhën e Bajramit pas të mbyll. 3. Po, 3. Okej, 3. 3 e thash, 3 e thash. Dakor. Unë them vetëm 2 duhet ketë. Po mi them. Para duhet jetë jo bashkëpunimit me Nikola Gruevskin. Dhe e dyta
do t'jetë bashkëpunim me opozitën, pa BDI-n dhe vetëm me dy parime, liri dhe barazi për të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë. Nuk duhet të shikohemi dhe të ndahemi. Në Shqiptar, Maqedonas, Turq, Në cilin do verzion s'ka matematika nuk e qëtë që mundet. BDI-a nuk do të thote që BDI-s duhet t'i kërkuar kjo gjë. Ajo do t'i mbështes forcat opozitare që fituan realisht zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë, siç është Lëvizja Besa. E ta lë pushtetin. Absolutisht po. Po jo pak se vështirë. Jo, nuk është vështirë, është shumë demokratike sepse Bashkimi Demokratik do ta mbështes me vota në siç ka ndodhur dhe po ndodh shumë shpesh në vendet e qytetëruara dhe Maqedonia nuk duhet bëje përjashtim në këtë rast, sepse ka patur shumë parti politike, edhe në Shqipëria ka dhënë rezultat, ka qenë pjesë opozitare, por në formimin e qeverisë re, në funksionimin e parlamentit, institucioneve shtetërore, e ka mbështetur. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është kjo një gjë e çuditshme, duhet mbështes krijimin e një qeverie me lidhjen social-demokrate, Lëvizjen Besa, Aleancën për Shqiptarët, dhe atë premtim që e bëri zoti Menduthaçi që 2 deputet e Partisë Demokratike Shqiptare janë në disponim të Lëvizjes Besa dhe në këtë mënyrë të krijohet një shumicë, krijimi një qeverie e cila duhet ketë një mandat të caktuar një vjeçar. Pas një viti, forcat politike duhet të garojnë përsëri në zgjedhjet për t'i dhënë zgjidhje Republikës Maqedonisë. Mirë, të i besosh Menduthaçit? Kërkun nuk është e premti ka hu. Unë mendoj që kësaj radha ai mund ta mbaj fjalën sepse po se ka mbajt u largu nga si në rrjedha. Shkojnë 3 ditë le ta thot Zajevi këtë gjë nesër, të shikojsh që Menduthaçi do e mbajë fjalën. Unë personalisht po flas në rrethonat që jemi, me rezultatin që kemi, sepse mund tash të flasim lloj-lloj dëshirash, po nëse flasim për atë që janë tash mundësi të realta, shqiptarët duhet të jenë një blok. Një blok të marrin pjesë në koalicionin me LSDM-n pa asnjë kush, do thotë, me vëmëron, kjo është më definicioni i kryer. Në atë qeverisje, nëse kur gjë nuk arrin spaku kodin zgjedhor në ta ndrojnë ligjin për zgjedhjet, edhe presidentin ta kthejnë me 51 vot që të mvaret presidenti pi votës shqiptarit, edhe votimi të bëhet me një njësi zgjedhore me lista të hapura. Kjo do të jetë definicion që do të zgjidh gjitha problemet pastaj më të tjera. Presidenti kërkon ndrim të tretat, si të tretat, është e pamundur. Po reale, po ne mund të themi, është e pamundur ta bëjmë. Megjithatë, po edhe kodi zgjedhor kërkon ditë të tretë. Sakt, ka shumë dyshime do të Hajredini. Zoti Zimberi, po, do ketë, besom një edhe zoti Bajrami. Unë besoj që në asnjë mënyrë është jo funksionale kjo qeverisje, kështu që numra do bëjnë vetën, do shohim se si do zhvillohet pavarësisht në këmbon. Pajtohemi krejt qeveri funksionale në këtë strukturë tash, çfarë do matematike s'ka. Ka, do të jetë vështirë. Do shohim, nesër do presim edhe partitë politike shohin se çfarë do na thonë tani deri ku ka nesër. Ka një neve thakë. Fali lutna. Po ne jemi thotë përfaqësues shqiptarëve prapë gjë. Po, tani u kuptova, pra të shkruaj, po e tha. Jo rastisht e lexuat jo, e kuptoj. Ato nuk janë të i bukamet në tokë, ende. Mirë, do e mbyllim për sonte, do flasim prapë me raste tjera, të ndëruar zotërinë, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Më vjen keq pse zonja Mehmeti nuk na doli në fjalë. Është hera e dytë që ndodh para emisionit që të mos jetë zonja Mehmeti tek neve. Më shpresoj se do të sharrohet për këtë gjë. Neve ju falenderojmë për vëmendjen, të nderuar shikues, do shihemi prapë nesër në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend. Deri atëherë mirëmbëjtje. Faleminderit shumë.